Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Maqedoninë e Veriut me 5 milion euro dollar për sigurinë kibernetike dhe strukturën digjitale. Në kuadër të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Maqedonia e Veriut do të marrë ndihmë teknike dhe financiare për përforcimin e sigurisë kibernetike dhe strukturës digjitale. Sipas Ministrisë së Transformimit Digjital, në kuadër të ndihmës teknike do të bëhen vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë kibernetike me qëllim identifikimin e mangësive, rekomandime dhe masa konkrete për menjanimin e tyre, ndihmë gjatë marrjes së vendimeve për zgjidhje bashkëkohore dhe të besueshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi sërish nga emisari BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd, Peter Sorensen, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një takimi të zhvilluar në zyrën e tij në Beograd, Vučić pretendon se veprimet e njëanshme të Prishtinës vazhdojnë të rrisin më tej tensionet dhe rrezikojnë stabilitetin e BRISH në terren, duke minuar drejt për drejt procesin e dialogut. Sipas kreut të shtetit në Beograd, komunikimi i hapur dhe i vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar është thelbësor për gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata në interes të paqes, sigurisë dhe të ardhmes së të gjithë qytetarëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste rrëzoi kalimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit të demokratëve për mekanizmin e reagimit të krizave të furnizimit dhe çmimit të lëndëve djegëse. Gjatë paraqitjes së projektligjit, deputeti i Partisë Demokratike theksoi nevojën për uljen e taksave që rëndojnë çmimin e naftës dhe qytetarët blejnë naftën më shtrenjtë se gjithë vendet e rajonit, krahasuar me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Projektligji i sotëm ofron për herë të parë në legjislacionin shqiptar aplikimin e një mekanizmi që i mungon menaxhimit krizave energjetike, duke lejuar në të njëjtën kohë marrjen e masave nga qeveria për të amortizuar rritjet e menjëhershme të çmimit të naftës dhe karburanteve nëpërmjet uljes së taksave, zërimit të tyre, por gjithashtu edhe të mekanizmave ekuilibrues, duke evituar kështu shokun mbi ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Sipas Eno Bozdos, Shqipëria nuk ka asnjë rezervë naftë dhe në këto kushte nuk është në gjendje të përballojë as luhatit e çmimeve. Shqipëria sot nuk zotron as edhe 1 gram naftë rezervë të sigurisë strategjike. Megjithëse kryeministri pretendon të kundërtën, por kjo nuk është as pak e vërtetë. Jemi ndoshta i vetmi vend në botë që nuk e kemi një rezervë tillë, edhe pse legjislacioni shqiptar e ka të detyrueshme këtë gjë me 90 ditë. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku denoncon projektligjin e ofruar nga socialistët për porte turistike si investime strategjike, sipas saj duke qenë se ka shqetësime serioze mbi përputhshmërinë e tij me standardet europiane dhe procesin e integrimit, i është drejtuar me një shkresë zyrtare Komisionit Evropian, autoriteteve të konkurrencës në Bashkimin Evropian, Parlamentit Evropian si dhe delegacionit të BE-s, duke informuar për shkelet që sipas saj përmban kjo nismë ligjore. Sipas Tabaku, ndryshimin në ligjin për porte turistike bien ndesh me marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe prekin drejt për drejt disa kapituj kyç të legjislacionit evropian. Ligji për porte turistike, ndryshimi i fundit që vjen këtu në parlament, është në shkelje të marrëveshjes stabilizim asociimit, po njëkohësisht shkel edhe 3 kapituj të legjislacionit BE-s, më saktësisht kapitullin 5, 8 dhe 14. Nuk është gjë e re që ligjet që kalojnë këtu në parlament janë ligje me porosi, janë ligje që mbrojnë interesat veçanta, por ligji i porteve është ligji 18 në radhën e ligjeve që vinë këtu në parlament me porosi, është ligj me porosi. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një takim me sipërmarrje në Durrës vlerësoi se ekonomia shqiptare po fokusohet në përtithjen e investimeve dhe eksporteve me vlerë të shtuar. Sipas ministres Ibrahimaj, në këtë mënyrë do të synohet të prodhojë mallra dhe shërbime që kanë një nivel më të lartë përpunimi brenda vendit në mënyrë që gjithë zinxhiri i prodhimit të mbyllet në Shqipëri, duke gjeneruar të ardhura të larta për vendin, paga më të mira dhe më shumë mirëqenie për të punësuarit në kompanitë shqiptare. 80% e eksporteve që neve kemi janë shërbime, vetëm 20% janë mallra. Ne duam të arrisim përqindjen e mallrave, ne duam ta fuqizojmë biznesin në mënyrë që të mund të eksportojnë më shumë mallra të përpunuara dhe sigurisht se tash duam që pagat që biznesi paguajnë të jetë më të larta. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.